Camber Sulçaj është autori i dyshuar i vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarchi 2 ditë më parë në fshatin Salari të Tepelenës, pak pas mesnatës së 27 shtatorit. Ngjarja ka ndodhur siç u njoftua paraprakisht për motive të dobta, ndërsa grupi hetimor ka siguruar pamje dhe prova të vlefshme për ngjarjen. Dyshohet se ka qenë një sherr banal për dritat e gjata të makinës, që ka çuar në vrasjen e 44 vjeçarit italian. Autori i bezdisur nga dritat e gjata të automjetit që drejtonte Sarchi dhe 3 miqtë e tij shqiptar, Eqerem, Daniel dhe Gazmet Braçi, u hakmor me një armë zjarri. Nga hetimet ka rezultuar se Camber Sulçaj fillimisht është konfliktuar verbalisht me biznesmenin italian dhe me shtetasit që shoqëronin këtë të fundit. Më pas, Sulçaj dyshohet se ka qelluar me armë në drejtim të këtyre shtetasve dhe automjeteve të tyre, ku si pasojë të shtënave humbi jetën biznesmeni italian. 48 vjeçari Sulçaj është i shpallur në kërkim nga policia për 3 vepra penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, armbajtje pa leje dhe prodhim dhe shitje narkotikësh.